Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë, unë do t'ju tregoj gjëra që më ka ble burri për Shën Valentin. Gjëja e parë që do t'ju tregoj është... Prisni pak. Kjo këtu, trëndafili balsamosur, është super i bukur. Kjo ka diçka të veçantë. Do me thënë dizet, prisni. Këtu po është. Ja. Shkoni? Sa bukur? Kurse të tjerat, vazhdoj me radhën. Kemi këtë setting powder nga Estée Lauder. Është super i bukur. Ka këtë shading kështu. Nuk e kam përdorur, se kam hap fare. Pastaj tjetër kemi këtë nga NARS. Kjo quhet Pressed Powder. Është në shading Fog. Vjen me këtë pafin e vet. Dhe kjo është ngjyra. Pastaj tjetër kam një primer ose vitamin ose krem hidratus nga Bobbi Brown. Është super viral. Këtë e kam përdorur, ma solli vjet Sephora dhurat. Jo kështu, jo në këtë format, në format plastik. E përdora dhe mbante jashtëzakonisht shumë. Ishte super primer. Kisha provuar ndonjëherë si ky primer. Ose nuk ka primer më të mirë se ky. Blejeni ose blejeni nëse se keni përdorur ndonjëherë, blejeni. Është super i mirë. Tjetër kam rimelat. Ky është ngjyrë kaf dhe ky është nga MAC. Ky është nga Lancome, ky është nga MAC, ky është i zi dhe ky është kaf. Atëherë, ky është në shading 02. Kurse ky nga MAC është në shading Black Steak. Ka këtë lloj furçe. Është për volum, për zgjatje qerpikësh. Edhe ky po ashtu. Shikoni. Është super i mirë. Nuk e kam përdorur asnjëherë. Kur t'i përdor do ju them. Tani kam filluar të përdor atë që më ka bler Clyde për fejes. Është nga Benefit dhe është super maskara. Është super i mirë, s'po më tron. Pastaj kemi këtë lapsën e syve. Kemi këtë lapsën e syve nga Yes Sound Laurent. Është në shading. Po e kam nishe. Ky përdoret edhe si eyeliner, edhe si laps i zi. Është shumë i mirë. E kam përdorur të tjerë. Edhe çfarë mbetet për ta provuar unë, kur e kam provuar të tjerët edhe ky ka dalë super laps. Nuk e ka shar asnjëri. Tjetër kemi për këtë që thash unë laps. Ky është eyeliner nga Diori, është ngjyrë kaf, është në shading. Ku e kishte kjo? Pearly Bronze. Ngjyrë kaf, domethënë. Tjetër kemi këtë lapsin e vetullave nga Benefit. Është në ngjyrën ose shading 3 ose 03. Kjo ngjyra nuk e kam përdorur, sepse jam duke përdorur akoma atë lapsin e Benefitit që kam blerë që vjet nga Greqi. Vjen me këtë fuqën e vet. Tjetër kemi lapsin e bluzëve, nuk e di ç'pas ka mund sot që ngatron. Nga Makeup Forever, është në shading 606, Wherever Welt Night.
është në të kafe në bukur, kështu. Gjithmonë ka pëlqyer kjo lloj kafe. Tjetër kemi këto concealerat viral. Që të tregoj. I pari është nga Huda Beauty, përdoret para concealerit, është në shading Peach Light. I dyti është nga Estée Lauder, është në shading 2W. Tjetri është nga Natasha Denona, është në shading 2N. Ose ky është nga Korf, është në shading 01. Këto janë super concealerat. Do t'ju tregoj për këtë të parit, këtë kam përdorur, edhe është super concealer, nuk bëhet kris. Ky nga Korf, mund ta bleni pa frikë. Këtë se kam përdorur ndonjëherë, por kam parë që ka review shumë të mira. Edhe ky nga Natasha Denona, është super concealer, e kanë testuar, e kanë ritestuar edhe ka dalë më i miri nga të gjithë concealerat, nuk është bërë kris. Asnjëra. Tjetër kemi këtë blush nga Yves Saint Laurent, është në shading 44, është super i bukur, këta kam përdorur dhe mban jashtëzakonisht shumë. Nuk fshihet domethënë nga sponçi. Unë i përhap në sponç edhe nuk është fshirë. Tjetër kemi të buskuqit nga Dior, është ngjyrë kuqe, në shading 999 dhe është mat. Tjetër kemi prap në Dior, është në shading 525 Cherry. Është super i bukur, e kam përdorur, të po. Ja, e bëra swatch për ju, shikoni pak. Ky vjen edhe si balm, ose edhe si lip balm, ose lip gloss. Jo, lip gloss mund ta quaj, se nuk është ngjitës, vjen si lip balm. Edhe si buskuq, por më shumë si lip balm, sepse fshihet. Tjetër kemi këtë nga Fenty Beauty, që është super viral, është në shading Ice Amethyst 04. Këtë e kam përdorur. Shikojeni, për t'ju bëj swatch. Shikoni pak. Si bën refleks. Edhe ky është super viral. Influencerat e huaj shqiptar e përdorin jashtëzakonisht shumë. Tjetër kemi lip glossin e Anastasias. Është në shading latte. Është super i bukur. Nuk e kam përdorur, por kam parë review të mira që e rekomandoj. Tjetër kemi këtë nga L'Oreal. Edhe ky sapo ka dalë, është super lip gloss, është në shading 101 Crystal Clear. Shikoni pak, vjen si ato lip glossat e Kikos. Ka super aromë. Tjetër kemi nga Essence. Ky është në shading Choky Sparkle. Është super ngjyrë, shumë e bukur. Vjen në këtë ngjyrë kështu, për të ngjyrë që ka aromë. Ta hash. Ka super aromë. Pastaj kemi buskuqin nga Kylie Jenner, ose Kylie Cosmetic. Këta kam përdorur, sepse kam dy si ky, është mat, edhe mban goxha në buzë nëse nuk e fshin me harrova se quhet ajo. Pse harrova? Janë ato të Garnierit. Jo. Gjithsesi. Pse harrova më vlla, pse? Do e kujtoj.
Gjithsesi, kemi këtë nga Fenty Beauty, është buskuq mat, është në shade-in Msufi 03. Unë këta e kam, ja kam marrë kushërirës që kur linda edhe ribleva vetë. Është në këtë ngjyrë, shumë bukur. Dhe ne do shihemi në video të radhës. Bye!